Ashtu edhe siç e parashek Kushtetuta e Republikës së Kosovës, propozimin e bën partia fituese në këtë rast Lëvizja Vetëvendosje dhe ne ashtu siç edhe kemi propozuar më herët është Albulena Xhiu, gruaja më e votuar në vend e cila ka përvojën më të madhe edhe parlamentare po edhe në ekzekutiv. A keni bisedime me dikën prej partive që ti bëni votat për atë? Votat brenda kuvendit? Ne kemi tentuar edhe të bisedojmë, kanë dërguar letër, ju e dini, kryeministri Kurti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, pra jemi të hapur, por pozita e kryetarit të parlamentit nuk negociohet sepse i takon të parit. Ndërsa për qeveri normalisht mund të ketë bisedime për formimin e qeverisë, por për çështjen e kryetarit të kuvendit nuk ka diskutim sepse dihet se kujt i takon. A ka një nismë nga AK-ja e fshet? Do të jetë votimi i fshet, do të insistoni sërish në formimin e komisionit? Po, unë mendoj që është shumë demokratike, andaj ju po e shihni që disa deputet nga opozita veç kanë shfaq dilemat e tyre pse mos votohet dhe të kryet çështja e kryetarit të kuvendit dhe partitë politike nga opozita nuk po i lejojnë sepse po e dinë që ata do ta votojnë kandidatën tonë. Po ju keni pa deklaratat që vijnë tek ju që thonë është boll, duhet votohet të kryet. Ka nga partitë opozitare që janë të gatshëm të votojnë një kandidat. Ka nga partitë opozitare që janë të gatshëm të votojnë një emër tjetër për kryeparlamentar. Pse në këtë rast Vetëvendosje nuk e ndryshon kandidatin? Po nuk kemi nevojë me ndryshu kandidatin sepse neve na takon ta bëjmë. Atëherë le ta bën opozita. Po si keni vota pra? Po mirë, unë po e them që neve na takon sepse jemi partia më e madhe këtë thot Kushtetuta, andaj duhet të reflektojmë dhe të kalojmë te pjesa tjetër të krijimit ekzekutivit. Aty mund të ketë ngërç politik apo vakum? Jo, nuk ka asgjë. Gjithçka po shën qeveria është duke kryer punën e vet dhe mendoj që nuk ka ndonjë siç po bën të madhe opozita. Ka një nismë nga AK-ja për dërgimin e çështjes në gjykatën kushtetuese, a mund ta zgjidhë çështjen? Nuk e besoj sepse ligji e tregon shumë saktë që propozimin e bën i pari.